11 shkurt, të trashëgosh mbretërinë. Apo nuk e dini se të padrejtët nuk do ta trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë? 1 Korintasve 6:9. Asgjë nuk na përcakton ne besimtarët më shumë se antarësia jonë në mbretërinë e Jezu Krishtit. Kjo është pjesa e asaj që i bën të krishterët unik. Tani jemi antarë të një mbretërie krejt të re. Mund të jemi të zinj apo të bardhë, të pasur apo të varfër, meshkuj apo femra, por ajo që na bashkon është besnikëria jonë ndaj një mbreti, do me thënë ndaj Jezusit. Ne marshojmë sipas udhëzimeve të tij, gëzohemi mes trupave të tij dhe kënaqemi kur bëjmë vullnetin e tij. Mbretëria e Perëndisë është mbretëri drejtësie. Karakteri i tij është përsosmëri. Standardet e tij janë të shkëlqyera dhe ai nuk mund ta shohë me sy mëkatin. Prandaj, Pali paralemëron që ata që e mohojnë karakterin e tij dhe i hedhin poshtë standardet e tij, nuk do ta trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Një stil jete i karakterizuar nga ligësia, rebelimi dhe vetmjaftueshmëria nuk përputhet me sundimin e Krishtit. Prandaj, vendimi për ta kaluar jetën në atë mënyrë është një vendim për të jetuar jashtë kufive të mbretërisë së tij. Duhet të kemi parasysh që Pali nuk po u referohet veprimeve të izoluara të padrejtësisë. Asnjë antar i mbretërisë së Krishtit nuk jeton një jetë të pamëkat në këtë anë të lavdisë së përjetshme. Përkundrazi, Pali po i referohet dikujt që e ndjek ose e toleron vazhdimisht mëkatin. Ai ka në mendje atë lloj jete që shpall: "Nuk dua që Perëndia të ndërhyjë në zgjedhjet e mia, e megjithatë, dua të jetoj me nocionin se në të vërtetë i përkas mbretërisë së tij dhe se i dua të gjitha përfitimet e asaj mbretërie." Perëndia i vendos kufijtë e mbretërisë. Thjesht, nuk është e vërtetë që të gjithë të jenë brenda saj, pavarësisht se kush janë, çfarë besojnë apo çfarë duan. Ai nocion mund të tingëllojë shumë i këndshëm, por thjesht nuk është ajo që na mëson fjala e Perëndisë. Askush tjetër, përveç Perëndisë, nuk vendos se kush është në mbretërinë e tij. Perëndia thotë se do të ketë një ditë gjykimi. Në të vërtetë, Jezusi do të kthehet në lavdinë e tij dhe do të mblidhen përpara tij të gjitha kombet, dhe ai do t'i ndajë ata nga njëri tjetri, për të hyrë ose në mbretërinë e Perëndisë ose në rënimin e përjetshëm. Mateu 25:32. Kjo mbretëri nuk është një ide që Jezusi e paraqiti diku gjatë udhës për të korrigjuar një tëmet në sistem. Kjo mbretëri ishte planifikuar që nga përjetësia. Gjykimi i ardhshëm duhet të krijojë një ndjesi urgjence në ungjillëzim dhe duhet të na bëjë të tregojmë të sinqertë në lidhje me mëkatin ton, si dhe të pamëshirshëm ndaj tij. Ne duhet t'i paraqesim botës dhe t'i predikojmë vetes një shpëtimtar të gjallë në personin e Jezusit, i cili do të bëjë pikërisht atë që tha se do të bëjë. Vetëm duke e pranuar mëkatin ton dhe nevojën ton për një shpëtimtar, do ta trashëgojmë këtë mbretëri të përjetshme të Perëndisë.